Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Le Coran ne le laisse pas par terre comme ça. Prends-le sur ton genou jusqu'à la fin, après tu te lèveras pour le ranger, inshallah. Falënderimi I takon Allahut, atij tek I cili është përfundimi I çdo gjëje. Atij që mban në dorën e tij qelësat e qieve dhe të tokës. Atij që udhëzon këtë dojë në një rrugë të drejtë. E lavdrojmë atë, kërkojmë ndihmën, udhëzimin dhe faljen e tij. Kërkojmë mbrojtje tek Allah nga të këqijat e vetes sonë dhe nga pasojat e veprave tona. Atë që Allah udhëzon, askush nuk mund ta humbas, dhe atë që ai e le të humbur, askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allah, një dhe I pashoq. Kjo dëshmi do ta shpëtoj atë që e shqipton me sinqeritet dhe bindje të plot ditën kur as pasuria e as fëmijët nuk do të bëjnë dobi, përveç atij që I vjen Allahut me një zemër të pastërt. Dhe dëshmoj po ashtu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I tij. Qofshin paqja dhe bekimet e Allahut mbi të, mbi familjen e tij fisnike dhe mbi të gjithë shokët e tij deri në ditën e fundit. O robërt e Allahut, dijeni se dera më e madhe me të cilën hapen zemrat dhe synimi më fisnik drejt të cilit drejtohen shpirtrat është realizimi I tauhidit, njësimit të Allahut me bindje, fjalë dhe vepra, duke medituar mbi ajetet e Allahut që tregojnë se ai I lartësuari është qëllimi I fundit tek I cili kthehet çdo gjë dhe destinacioni përfundimtar I të gjitha krijesave. Dhe ndërshkrimet më të larta që e kanë shpjeguar këtë të vërtetë është ajo që ka shkruar Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah në një fjalë shumë të çmuar rreth fjalës së Allahut, wa anna ila rabbika al-muntaha, dhe dije se drejt Zotit tënd është përfundimi çdo gjëje. Thot Allah e mëshiroft. Kjo është një ajet gjithëpërfshirës që mbart një thesar të madh nga thesaret e tauhidit, njësimit të Allahut, monoteizmit të pastërt. Çdo gjë që kërkohet, nëse nuk kërkohet për Allahun dhe nuk çon tek ai, është e destinuar të shkëputet dhe të zhduket, sepse nuk është një qëllim I vërtet dhe nuk ka as një qëllim absolut përfundimtar përveç Allahut subhanahu wa taala. Përfundimi I vërtet është drejt atij tek I cili kthehen të gjitha gjërat, krijimi I tij, vullneti I tij, urtësia dhe dituria e tij. Drejt I përfundon çdo gjë. Ai është qëllimi I çdo gjëje dhe kërkohet dhe çdo gjë që kërkohet dhe synimi I vërtet I çdo zemre që ka një objektiv të pastërt. Çdo dashuri që nuk është për Allahun të lartësuarin, nuk është vetë se lodhje dhe dhimbje, dhe çdo vepër që nuk bëhet për të kërkuar fytyrën e tij është një vepër e kodë dhe e humbur. Dhe çdo zemër që nuk arrin tek ai është një zemër e mirë, e privuar nga lumturia e vërtetë dhe nga shpëtimi. Kështu Allah I tregoi njeriu se ku gjendet në të vërtet ajo që ai dëshiron dhe kërkon në jetën e tij. Allah I ka kujtuar njeriu këtë realitet në fjalën e tij, wa in min shay'in illa indana khazainuh, dhe nuk ka asgjë vetë se thesaret e saj janë tek ne. Nëse kërkon diçka vllai dashur, ti sebepet merri, po mirë po mos e lidh zemrën tënde për sebepe dhe shkaqet. Lidh zemrën për Allahun. Ec në rrugën që Allah e ka caktuar, ka vendosur për të arritur atë qëllim. Mirë po mos tjetaj qëllimi yt përfundimtar. Qëllimi yt përfundimtar është me kënaq Zotin dhe mu përgatit me taku Allahun subhanahu wa taala. Dhe çdo qëllim I vërtet që duhet të kërkuar për jetën e përjetshme gjendet e përmbledh në fjalën e tij, wa anna ila rabbika al-muntaha, dhe drejt Zotit tënd është përfundimi çdo gjëje. Në të vërtetë nuk ekziston asnjë qëllim absolut dhe përfundimtar përtej Allahut të lartësuarit dhe nuk ka destinacion më të vërtetë dhe më të sigurt se sa rruga që çon drejt tij. Në këtë të vërtetë qëndron një sekret I madh nga sekretet e tauhidit, njësimit të pastër të Allahut
Zemra e njeriut nuk gjen qetësi, siguri dhe prehje përveç kur arrin tek Allahu. Dhe çdo gjë që dashurohet apo kërkohet jashtë atij në formë absolute është në të vërtet e dëshiruar për një arsye tjetër. Dhe nuk ekziston asgjë që meriton dashuri të pastër dhe absolute përveç Allahut subhanahu wa taala. Ai tek I cili kthehet dhe përfundon çdo gjë, është e pamundur që qëllimi I fundit të jetë tek dy, ashtu siç është e pamundur që krijimi të ketë dy fillime. Është e pamundur që qëllimi absolut dhe përfundimtar mundon dy pjesë. Nuk lejohet ortaksia në qëllimin përfundimtar, ashtu siç është e pamundur dhe neve e dim që fillimi I krijimit nuk I ka dy zanafilla dhe dy burime. Zoti është një. Zoti është një. Ai është krijues I vetëm. Dhe ato duhet me pas për qëllim se tek ai është kthimi. Jemi të Allahut, prej tij kemi fillu dhe tek ai do të kthehemi. Dhe patjetër, domosdo. Prandaj, ai që e drejton dashurinë, dëshirën, vullnetin dhe bindjen e tij drejt diçka e tjetër përveç Allahut, do t'i humbas ato pikërisht në çastin kur do t'i nevojiten më shumë, ndërsa ai që e drejton dashurinë, dëshirën, frikën dhe kërkimin e tij drejt Allahut të lartësuarit, do të gjejë tek ai lumturinë, ëmbëlsinë, gëzimin dhe begatinë për një përjetësi të pafund. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واجعلنا من الراشدين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الموحدين اللهم اجعل غايتنا هي أنت يا الله غايتنا العظمى أنت وحدك لا شريك لك إنا لك يا الله وإلينا نرجع لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم طهر قلوبنا من شوائب الشرك والمعاصي يا رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك نحمدك على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله